Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salat dhe salamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjitha ata të cilët e të rasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamat të nderuar, vëllezër musliman, motra muslimane, të nderuar dhe shumë të respektuar. Sonte do të ligjerojmë për historinë e Lutit a.s. dhe mësimet që I nxjerrin prej kësaj historie. Është një histori e dhimbshme, jo që në udhimet ai popull të cilën e shkatroi Allahu xhalla shanuhu, po një histori e dhimbshme për shkak se Luti alayhis salam u sprovu me një popull që deri atëherë nuk kishte popull tjetër para popullit Lutit që kishte vepru veprime të tilla. Ngjarjet e historisë së Lutit alayhis salam zhvillohen gjatë jetës sa ishte edhe Ibrahimi alayhis salam, I cili ka mendime se ishte agja I Lutit alayhis salam. Pra baba I Lutit alayhis salam quhej Haran dhe ishte vëllau I Ibrahimit alayhis salam. Kështu që Luti alayhis salam është djali I vëllaut të Ibrahimit alayhis salam. Luti alayhis salam ishte I dërguar te populli I Sedomit, pra në Sedom. Ky vendbanim ndodhet pranë detit të vdekur, I cili sot njihet edhe si deti I Lutit. Banorët e këtij qyteti apo këtij vendbanimi, përveç që ishin jo besimtar, ishin edhe të shthurur. Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thënien e melekëve të dërguar për shkatrimin dhe ndëshkimin e këtij populli e thot në këtë mënyrë: ne I nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonëse aty gjetëm vetëm një shtëpi muslimane. Pra vetëm shtëpia e Lutit alayhis salam ishin besimtarë, ndërkohë që të gjithë të tjerët, banorët të tjerët ishin jo besimtarë. Sikur kjo të mjafton të vetëm me kaq, pra vetëm të ishin jo besimtarë. Mirë po, ata ishin njerëz shumë të shthurur dhe të degeneruar, gjë të cilën e kishin kthyer një veprim të tillë në art. Paturpsit e tyre nuk I kishin vepruar askush gjë më atëherë, pra askush nuk I kishte vepruar deri atëherë. Ato veprime të cilat I bënin populli I Lutit. Ishin të parët që vepronin gjëra kaq të pahishme dhe kaq të paturpshme. Allahu xhalla shanuhu thot në kapitullin Al-A'raf, ajetit 80 dhe 81, kujtoni fjalët e Lutit, I cili I tha popullit të vet: përse bëni paturpsi të tilla që askush nuk I ka bërë në botë. Ju u qaseni meshkujve me epsh në vend të femrave. Me të vërtet ju jeni popull që e teproni me të këqija. Pra kjo fjala ju I qaseni, kjo fjalia në këtë ajet kuranor, kjo pjesë ajetit kuranor, ju I qaseni meshkujve me epsh në vend të femrave, pra na tregon se me popullin e Lutit
është origjina apo fillimi i homoseksualitetit. Pra e ka homoseksualiteti, e ka zanavillën pikërisht të ky popull i pamoralshëm, pra të populli i Lutit. Në shumë ajete, Zoti i lartësuar e paraqet në formë më të shëmtuar dhe më të neveritur një veprim të tillë. Thot Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin e Kerim, kur Luti i tha popullit të vet: "Përse bëni vepra të mbrapshta e të turpshme, madje në sytë e njëri tjetrit." Pra, paturpshmëria kishte arrit në atë nivel sa që i krynin këto akte homoseksuale edhe haptas apo në sy të njëri tjetrit. Një gjuhë të tillë Zoti nuk e ka përdorur për asnjë popull të mëhershëm. Në Kur'an populli i Lutit a.s. përshkruhen me novka të ndryshme, me epitete të ndryshme. Pra, si jo besimtar, kriminal, shpërdorues, të shturur, agresor dhe shkelës të çdo kufiri, jahil, me terme, me nocione të ndryshme. Sepse të gjitha këto i kishin vepruar populli i Lutit a.s. I gjendur në një situatë të tillë, Luti a.s. filloi t'i ftoi dhe t'i këshilloj që të distancohen nga veprat e tilla. Allahu xhalla shanuhu tregon në kapitullin Shuara 160 ajeti deri në 164, i tregon përpjekjet e Lutit a.s. që i ka pas dhe i ka bën për me e këshillu popullin e tyre. Thot Allahu xhalla shanuhu, populli i Lutit e quante gënjeshtar të dërguarin. Kujto kur vëllai i tyre Luti u tha: "Vall, a nuk i friksoheni ju Allahut? Pa dyshim unë jam i dërguar, i besuar për ju. Andaj friksojeni Allahut dhe bindmuni mua. Për këtë unë nuk kërkoj nga ju kur farë shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i botëve." Pra, janë pothuajse të njëjtat fjalë dhe këshilla që i ka bërë çdo profet ndaj popullit të tij. Dhe përgjigjja e popullit të Lutit ishte populli i tij nuk kishte tjetër përgjigje përveç se tha: "Na e sill dënimin e Allahut nëse e thua të vërtetën." Pra, se çdo përgjigja e popullit të Lutit prap ishte si çdo përgjigje e popujve të mëhershëm, të cilët ua kishin thonë të dërguarve të tyre. Të gjithë njerëzit e këtij qyteti ishin të ligë dhe të degeneruar përveç Lutit a.s. dhe dy vajzave të tij. Duke e parë se Luti a.s. dhe vajzat e tij ishin të pastërta, të dëlira nga këto veprime që i bënin populli i Lutit, ata vendosen që t'i përzën nga vendbanimi i tyre. Pra, populli i Lutit vendosen që Lutin edhe dy vajzat e tina t'i dëbojnë, t'i përzojnë prej vendbanimit të tyre. Sa, dhe më thonë, në çfarë niveli ka ardhur gjendja dhe situata. Zakonisht ata të cilët janë të pamoralshëm dëbohen nga një mes, nga një rreth, kurse këtu e kemi rastin e kundër. Luti dhe dy vajzat e tina me u përzon, me u dëbu, me u përzon nga ai rreth ku jetonin, sepse vetëm këta ishin të pastërt moralisht, kurse pjesa tjetër të gjithë ishin pra të pamoralshëm. Allahu xhalla shanuhu thot, përgjigjja e popullit të tij ishte, pra dhe Zoti e një gjendje të tillë, një
vendim të tillë të atij populli e përshkruan në Kur'an në kapitullin A'raf ajeti 82, ku thot përgjigjja e popullit të tij ishte dëbojini ata nga vendbanimi juaj, ata janë njerëz që duan të mbahen të pastërt apo të dëlirë. Duke qenë se filloi të i humbas shpresat, pasi e kërcënonin se nëse flet, nëse na këshillon, nëse mundohesh më na drejtu në rrugë të drejtë, ke me u dëbu, atëherë Luti a.s. u mbyll në shtëpinë e tij, ku nuk i mbet tjetërsen vetëm filloi që të lutej. Ai nuk ishte askënd që ta ndihmoj dhe ta përkra në atë qytet. Thot Allahu xhalla shanuhu në kapitullin Al-Ankabut ajeti 30, ai tha: o Zoti im, më ndihmo kundër popullit që bën mbrapshtina. Zoti i lartësuar ja pranoi lutjen ja pranoi Lutit a.s. Dhe më njëherë nisi melekët e tij. E nisi Gjibrilin a.s., e nisi Mikailin dhe melekun e vdekjes. Fillimisht ta tre melek u ndalën tek Ibrahimi a.s., që ta njoftonin se atij do t'i lindë një djalë që emrin do t'ja lë Ishak. Sepse Ibrahimi a.s. e kishte Ismailin, ndërsa tani do ta njoftonin se do t'i lindë një djalë tjetër i cili do të quhej Ishak. Gjatë qëndrimit, Ibrahimi a.s. i pyeti: cili është qëllimi juaj o të dërguar? Ata thanë: ne jemi dërguar të një popull keqbërës, për të hedhur mbi ta gur prej balte të pjekur të shënuar të Zoti yt për ata që e kalojnë kufirin, pra në të këqija. Dhe pasi të dërguarit tanë i sollën lajmin e mirë Ibrahimit, i thanë: ne do t'i zhdukim banorët e këtij vendbanimi, sepse banorët e tij janë vërtet keqbërës. Ibrahimit a.s. me njëri shkoi mendja se aty jeton edhe Luti a.s. dhe u premgos për një gjë të tillë, pra u pikllua. Thot Allahu xhaleshanuhu, ai Ibrahimi tha: por atje banon edhe Luti, ndërsa melekët i thanë: ne e dim më mirë kush është atje. Ne do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij, përveç gruas së tij. Ajo do të qëndroj me ata që do të mbesin për të u dënuar. Me arritjen e tre melekëve në Sodom, pra pas takimit me Ibrahimin a.s., tre melekët ju drejtuan vendbanimit të quajtur Sodom. Atje ata u shfaqën si tre të rinj shumë të hishëm. Kjo bëhej për t'i sprovuar banorët njerëzit, banorët e atjeshëm, dhe për t'u afaktuar ligësit dhe paullësit e tyre. Zoti i kishte urdhëruar të mos e shkatronin derisa ta merrnin edhe mendimin apo deklaratën në një farforme edhe të pejgamberit Lut a.s. Kur tre melekët në formën e të rinjve arritën pranë qytetit, i pa njëra nga vajzat e Lutit a.s. me cila kishte dalur për të mbushur ujë. Dhe me të i parë ju tha: qëndroni këtu. Ajo me vrap shkoi tek i ati, pra tek Luti a.s., të cilit i tregoi se i kishte parë tre djelmosha të rinj dhe të hishëm që deri atëherë nuk kishte pa hijeshi të tillë. Luti a.s. doli nga shtëpia dhe shkoi t'i takoi tre të rinjët. Ai i pyeti se përse kishin ardhur në atë qytet dhe të rinjët i thanë se kishin ardhur si miq. Luti a.s. donte të u kërkoj të mos hynë në atë qytet, në atë vendbanim.
Mirë po ai nuk insistoi në mënyrë direkte shumë, sepse u paraqitën si miq. Dhe i erdhi zor për me i dëbu. Ai i mori me vete për në shtëpinë e tij dhe gjatë rrugës filloi të u tregoj këtyre 3 melekëve në formë të rinjeve, filloi të tregoj për bëmat e këtij populli, për perversitetin e këtij populli dhe paudhësitë e banorëve të Sodomit, por këtë në mënyrë indirekte. Dhe u thoshte për Zotin, nuk njën njerëz mbi faqen e tokës më të ligë se këta. Melekët nuk folën, por vazhdonin rrugën. Luti a.s. u përsëriste vazhdimisht këtë, duke dashur t'ju thotë që mos të futën në qytet, pasi mund të jenë pasojat fatale, sepse e njihte popullin e tina. Këtë ai u përsëriti 4 herë, ndërkohë që melekët e regjistronin këtë dëshmi të profetit Lut a.s. Pra kanë prit 4 herë, sepse edhe kur të akuzohet dikush për prostitucion, duhet me i pas 4 dëshmitarë. Këtu është esenca. Dhe Luti ishte duke dhënë një deklarat se çfarë njerëz janë populli i Sodomit, dhe kur e lejun, domethënë e lejun 4 herë që ta përsërit të njëjtën deklarat. Me të arritur në shtëpi, Luti a.s. i futi brenda, por gruaja e Lutit a.s. ishte jo besimtare. Dhe me njerë doli nga shtëpia gruaja e Lutit a.s. edhe shkoi në vendin ku turboheshin njerëzit dhe ju tha se në shtëpinë tonë kanë ardhur musafir 3 djelmosha të rinj të hishëm që kur syni i ju kësi i jeshije nuk kanë pa. Me të morë vesh këtë njerëzit, u drejtuan me vrat drejt shtëpisë së Lutit a.s. Këtë moment e përshkruan edhe Zoti i lartëmadhërisëm në Kur'anin e Kerim, ku thot populli i tij që më parë pa të punuar vepra të këqija u vërsul drejt atij. Banorët e qytetit erdhën tek ai gjithë gëzim. Luti a.s. doli nga shtëpia duke dashur ti mbroj, thot Allahu xhaleshanuhu, kur të dërguarit tanë engjëjt shkuan te Luti, ai u shqetësua dhe u ngushtua për ata sepse nuk i mbronte dot. Ata i thanë, mos u frikso dhe mos u brengos. Ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas tënde, ajo do të mbes me ata që do ta përjetojnë dënimin. Në të vërtetë, ne do të lëshojmë dënim nga qielli mbi banorët e këtij vendbanimi, nga se ata janë të prishur. Dhe këtu pra Luti a.s. e kuptoi se ata janë melek të dërguar nga ana e Allahut xhella xhelaluhu për të i ndëshkuar popullin e Sodomit. Njerëzit që prisnin në jashtë nga padurimi vendosën që ta thyejnë derën, ta shkallmojnë derën. Por në qast del Gjibrili a.s. dhe me një të goditur u averbon syt. Thot Zoti në Kur'an, ata i kërkuan t'u adorzonte mysafirët e tij, por ne u averbuam syt e u tham, shijojeni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Melekët lan agimin e ditës së nesërme si çastin përfundimtar të ndëshkimit, me qëllim që Luti a.s. dhe vajzat e tij të kenë kohë që të largohen. Thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim, nisu me familjen tënde në një kohë të natës. Shko pas tyre e askush prej jush të mos shikoj mbrapa. Por vazhdoni në drejtimin e udhëzuar, dhe ne u shpallëm atij atë që do të ngjaj, që i gjithë populli i tij deri në të mbramin
do të zhdukej në agim. Shkatrimi i popullit të Lutit a.s. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'anin Kerim: ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit, që e shpëtuam në agim, falë mëshirës sonë, ja kështu ne i shpërblem ata të cilët janë falënderues. Luti a.s. u larguan nga qyteti Sedom, i shoqëruar vetëm nga 2 vajzat e tij. Të nesërmen, me ardhjen e agimit, zë fill dhe ndeshkimi i këtij populli të lekë dhe të shthurur. Thot Zoti në Kur'an: të nesërmen në mëngjes ata i goditi dënimi i përhershëm. Shijojeni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. Gjibrili a.s. e fut krahun e tij poshtë qytetit, e ngre lart në qiell, saqë melekët dëgjonin këngën e xhelave dhe lehjen e qenve. Pra, kjo është për me argumentu momentin e ndeshkimit që është në kohën e agimit, qysh edhe i përmendëm edhe ajetet kuranore. Vetë njerëzit dëgjonin lartësimin dhe madhështimin që melekët i bënin Zotit. Pra, melekët duke thonë Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, duke e madhëru Allahun Gjeleshanuhu, e kryenin një veprim të tillë. Gjatë kohës që i gjithë qyteti ishte lart në qiell, filluan të bien shkëmbin nga qielli, dhe secili nga banorët goditej me një pjesë të shkëmbit, i cili ishte i drejtuar ekstra special për gjithë secilin banor. Kjo u pasua nga përmbysja e qytetit dhe përplasja për tokë. Kjo përmendet edhe në Kur'an, ku Zoti Gjeleshanuhu e argumenton apo e rrëfen këtë ngjarje, ku thot kapitulli Al-Hijr ajeti 73-74, ata i ka ploi zëri i tmerrshëm i Gjibrilit kur lindi dielli, dhe ne e kthyem qytetin përmbys, pra rrotullum, duke lëshuar mbi ata rrebesh gurësh prej dhëut të pjekur. Pra kështu u ndëshkua dhe u shkatrua përfundimisht Sedomi, populli i Lutit, që ndodhej pranë detit të vdekur. Dhe ne sot e dimi që deti i vdekur e quhet për shkak se nuk jeton asnjë gjallësi në te, nga se përqindja e kripës është shumë e madhe, dhe në një ujë ku ka krip kaq shumë nuk mund të jetoj asnjë gjallës, dhe për këtë arsye quhet deti i vdekur. Dhe arsyeja pse ka krip shumë është për me i konservu apo me i rujt kufomat e gjithë atij populli që Allahu Gjeleshanuhu e ka rrotullu, pra e ka shkatru nëpërmjet rrotullimit. Dhe gërmimet arkeologjike të shekullit të kaluar tregojnë se aty kanë gjetë mbetje të njerëzve nga populli i Lutit, bile burr me burr, ashtu që janë konë duke i kry aktet e turpshme. Shkaqet e shkatrimit të popullit të Lutit a.s. në ne, si çdo popull i mëhershëm, pra i adhuronin idhujt. Homoseksualizmin, pra origjina e homoseksualitetit është prej popullit të Lutit, sepse më herët nuk ka pas veprime të tilla të ndonjë populli të mëhershëm. Vrasje shoqëruar me dhunime homoseksuale. Sodomasit punët e tyre të turpshme i kryenin hap tazi, kurse njerëzit e ndershëm e të turpshëm i fyenin, apo siç është rasti të Lutit dhe të 2 vajzat e tij, dëshironin që të i largonin nga mesi i tyre. U prisnin rrugët të tjerëve dhe i qëllonin me gur, e që nga gurët
Pra, u ndërshkuan nga Allahu xhaleshanu nëpërmjet gurëve duke i rrotullu. Ata qëllonin dhe talleshin me kalimtarët e huaj dhe të rastit. Bartnin fjalë me të madhen mes veti dhe ishin shumë dorë shtërnguar. Ne i lutim Allahun xhaleshanu që në kohën tonë, edhe pse ka tentativa me u përhap vese të këqija, vese të tilla, ne i lutim Allahun xhaleshanu që t'jemi, që t'na bën prej atyre të fort në imanin në Allahun xhaleshanu, në mënyrë që ne dhe pasardhësit tanë të mbrohen dhe të ruhen nga këto vese të liga, sepse friksohemi se na përfshin ndonjë dënim i Allahut xhela xhelaluhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.